Ministrit, me të ndëgjuar që deri dje mundi këtë folur atij Gazmend Bardhi. Po nëse Gazmend Bardhi është justifikuar se ka një agjendë politike për të ndjekur, përse krerët e sindikatës së gjykatësve shkuan deri në pikën që të përplasen me qeverinë politikisht, aq sa për të vënë dyshim dhe integritetin e vendimeve të tyre të ardhme, duke i paragjykuar ato. Them të ardhme pasi ato të shkuara janë të gjitha të qarta. Të gjithë gjykatësit e kryesisë së kësaj sindikate janë bërë të famshëm pasi kanë burgosur, paraburgosur, dënuar dhe gjobitur të gjitha radhën e ministrave, deputetëve, kryetarëve të bashkive, zyrtarëve të lartë të qeverive të majta. Dikush mund thotë, po të majtët kanë qeverisur këto 13 vjet. Por ndërvendimet kundër të majtës të këtyre gjykatësve që sot i kemi nxjerrë dhe me emër, janë edhe ato të periudhës kur e majta ishte akoma në opozitë. Në ndonjë rast bile, përplasjet kanë nisur që kur e majta ishte në opozitë dhe hakmarrja është realizuar vite më pas kur e majta erdhi në pushtet, siç është rasti i Samir Tahirit. Por e vetëm kaq. Në gjithë vendimarrjet e këtyre gjykatësve ka vetëm një rast, apo më saktë një proces me kontekst të fortë edhe politik, kur ata kanë lehtësuar një masë në një prej personazheve të akuzuar. Është rasti i gjykatës Ulliri, e cila liroi nga burgu shtëpiak dhe e la të lirë dhëndrin e zotit Berisha Jamarbër Maltezi. Me këto nuk po gjykoj drejtësinë e vendimeve, por po jap një statistik. Një statistik që jep ngjyrë blu tokave të zeza të drejtuesve të sindikatës së gjykatësve. Sigurisht kjo është vetëm një nga kostot e kësaj përplasjeje. Është kosto politike e një reforme që dështoi të rregullonte balancën e influencave në sistemin e drejtësisë. Diskutimi tjetër, që është i qëndësishëm, është ai se kush e ka të drejtën ligjore dhe morale të shtojë rrogat gjykatësve me një kosto shtesë për 37 apo 38 milionë eurosh. Ju kujtoj se jo më larg se dje, Mali Zi u tha jo tokave të zeza atje për shkak të mungesës së rezultateve. Por ka dhe një kosto tjetër të padukshme, që kjo luftë politike që këta gjykatës hapën me qeverinë. Duke u bërë palë, ata vënë në dyshim integritetin e reformës në drejtësi, që deri dje quhej arritje edhe në kuadër të integrimit evropian. Çdo lloj përplasje e tillë, përfshirë këtu dhe paralajmërimin e kryeministrit për ndërhyrje nëse kushtetuesja vendos pro gjykatësve, është një kosto që e paguajmë të gjithë ne të tjerët, që taksat mendojmë që ja paguajmë Republikës Shqipërisë, po që përfundokan kështu në arkën e Republikës së Magjistratëve. Ky ishte qëndrimi im për këtë çështje, tani debati, sigla. Mirë se vini në Risor, me mua sonte në program Erinda Balanca, përjetësisht avokate, përkohësisht avokate popullit. Ish avokate popullit. Përkohësisht për avokate popullit. Faleminderit Erinda që me ne këtu. Fatos Oçoli, më mbroma Fatos, gazetar me super përboj, me një shkrim shumë interesant sa i përket lishmërisë së kërkesës për rritjen apo jo të rrogave të gjykatësve dhe të prokurorëve, më mbroma Fatos, Rezart Kthupi, më mbroma Rezart, dhe harrova emrin tani. Arbër Hoxha. Fal Arbër. Se kam fal, nga kesa e ditës. Arbër ndjes shumë. Atëre Arbër në shkëmbim të ndjesës, po e nis me ty. Si tu duk se ka dy gjëra. Është thelbi i diskutimit Arbër. Do flasim edhe për atë. Patjetër, po si do duk deklarata e shoqatës, pasi fjalori ishte ai mua që si gazetar më bëri përshtypje. Thelbi është i diskutueshëm, fjalori mua më bëri përshtypje. A duhet flasin ashtu gjykatësit përballë një personi që nesër, pas nesër, mund ta kenë përballë për ta gjykuar? Sigurisht që apo hetuar. Deklarata jo vetëm që ishte drejt për drejt, por gjua ishte e papërshtatshme në raport me pozicionin që ata mbajnë. Megjithatë, për te deklaratës që ata dhanë, sepse deklarata mund të konsiderohet në një qëndrim personal, sepse ata nuk përfaqësojnë gjykatën e posaçme në atë shoqat, ata janë as prokurorinë e posaçme, ata janë gjyqtarë, të cilët janë edhe pjesëtarë të kësaj shoqate që ju me të drejtë keni quajtur ndonjëherë edhe sindikat, se sindikata mbron disa të drejta. Në thelb në punë, të drejta në punë. Në thelb kërkesa më duket e padrejtë, më duket e paligjshme dhe e papërshtatshme në kohë. Dhe nëse do të më jepni mundësinë edhe mund ta analizoj. Patjetër, vetëm duhet të flas për tonin e saj, pasi ja vlen të diskutojmë për tonin, sepse jo më larg se sot Erinda shoqata e prokurorëve mbajti të njëjtin qëndrim në thelb, mbrojti themi padin që është bërë në gjykatën kushtetuese, mbrojti themi sektorin e magjistratëve, prokurorët, i dolin në mbrojtje dhe shoqatës së gjykatësve, por
sigurisht me një ton krejt tjetër. Shumë më të qetë, shumë më korrekt, ajsa duhet të, dhe këtë po e them tani, reagimi i Ramës ndaj prokurorëve ishte i kotë dhe i tepruar. Ndërkohë që reagimi ndaj gjykatësve u duk totalisht justifikuar, pra sepse ishte në të njëjtin ton politik. Sepse kjo idea e një lufte midis sistemit drejtësisë dhe një sistem, midis pushtetit drejtësisë dhe pushtetit tjetër, mund duket e shëndetshme deri diku në kushte normale, në një vend ku demokracia vazhdon ende në gramat e fundit të tranzicionit, shpresoj. Por në këtë situatën ku ne jemi sot, ku mazhoranca përballet me një seri procese gjyqësore, ti shikosh që gjykatësit që i gjykojnë ata nesër pas nesër, apo i kanë gjykuar dje, i drejtohen me gjuhë të tillë, me thënë vërtetën, kjo direkt paragjykon punën e tyre, si gjykatës. Jo, sepse diskutimi së pari një herë paragjykimi do të ishte nëse për ndonjë arsye apo tjetër do të kishin qenë ata të parë që do kishin filluar luftën. Unë nuk mendoj të paktën luftën në retorikën publike, sepse sigurisht secili prej nesh, dhe kjo është një drejtë kushtetuese, ka të drejtë i drejtohet një gjykate në mënyrë tërësisht civile për të vënë në vend të drejtat e veta. A është e bazuar apo jo kërkesa? A do të pranohet apo do të pranohet kërkesa? Argumentat dhe palët përballen në ato forum që është gjykata. Cila do qofta gjykata shkallës parë, në rastin konkret të gjykata kushtetuese. Dhe të themi të vërtetën, unë dëgjova të gjithë seancën në YouTube, jo me video, ishte vetëm audio dhe me titra të shkruara, dhe aty kishte një përballje mendimesh dhe idesh që kishin të bënin vetëm me anën juridike të procesit. Pra, në retorikën e diskutimit... Argument juridik është kur ti thua gjykatësit kushtetues që ne e bëm ta dhe vendosëm ta bënim marrë se nuk e kishte mendën qeveria. Ja ta shpjegoj unë, kjo ishte përgjigje, ja ta them unë. Pyetja... Mos i japim Koramë atij ta bëj presion. Jo, ja ta shpjegoj unë se si ishte, sepse kjo ishte vetëm 1 minutë nga 4 orë 50 minuta që ishte seanca. Në 4 orë 50 minuta, në orën e parë, janë diskutuar një sër problematikash të tjera, u bën dhe të gjithë shpjegimet e karakterit të themelit dhe në vijim të pyetjes së gjyqtares kushtetuese pse e sollët sot kërkesën dhe nuk e çua 2 vjet përpara, pyetja ishte gjetëm një oportunitet, një kohë, dhe kjo nuk është e palishme. Nëse kjo është e palishme, atëherë ne mund të ngarkojmë ata. A mund të jetë çështja e zgjedhjes së një oportuniteti për të pasur rezultatin më të mirë në një moment caktuar, duke ditur natyrën dhe presionin? Pra, a ka mund të drejtë që në një situatë ku ushtrohet presion i paduhur dhe i pandershëm në vlerësimin e gjyqtarëve nga ana e kryeministit dhe her pas here i papërshtatshëm për shkak të retorikës së tij me shumë ngjyra, të themi, në rastin më të mirë, me shumë ngjyra, a ka të drejtë një individ i cili nuk e ka as makinerinë e madhe të propagandës së kryeministrit, as gjithë pushtetin e kryeministrit, që të përzgjedh një moment në të cilin të mendoj që ky presion mund mos ishte në momentin e tij më të mirë. Unë përsëris si avokate nuk do kisha dhënë atë përgjigje. Unë nuk do kisha dhënë atë përgjigje. Po pastaj kjo është një çështje tërësisht tjetër, se nëse gjykata nuk do marrë kriminalët që duan të shmangin dënimet maksimale. Nuk kanë, ata ligjin nuk duhet shkelin. Kjo është e dënueshme që ti të shkelësh ligjin, dhënia argumentave dhe bërja e mbrojtjes. Vetëm një gjë, vetëm një korrektesë. Ju flisni avokatë, unë flas si gazetar. Nuk më rezulton në memorien time që përpos rastit sotëm kur një moment pash arbën se dhe jarova emrin, shpresoj mos më përsëritet, për ta kem nga ngarkesa, po kryesisht nuk më lë memoria, e kam shumë të fortë. Mua nuk më kujtohet që zoti Rama të ketë reaguar për këtë padi të shoqatës dhe të Unionit, se duhet të janë të dyja, megjithëse reagimi i djeshëm për kërkesën e gjykatës kushtetuese, po, që zoti Rama të ketë folur para marsit vitit 2025 për këtë çështje. Pra, zoti Rama, një sekond, se ju folët për presionin që ata thonë që Rama bën për shkak të deklaratave të po ka pasur dhe një proces tjetër kushtetues në lidhje me pagat e gjyqtarëve. Dhe menjëherë, pra, ishte një kërkesë vazhduese e një vendimi të gjykatës kushtetuese të mëparshme, për sa i përket mënyrës së llogaritjes së pagave në të gjithë sistemin gjyqësor. Por kjo është një çështje ndoshta shumë dhe ka një vendim të gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje. Edhe gjatë kohës që do merrej procesi
i vendimarrjes së vendimit gjykatës kushtetuese. Edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, zoti Rama shumë herë e ka shprehur mendimin e tij se ka konsideruar një gjë skandaloze që sistemi i drejtësisë të caktonte vetë pagat e veta. E ka thënë më shumë se një herë. Pra ky lloj presioni ka ekzistuar dhe kush është marrë me këtë çështje dhe ka pasur një sy nga kjo çështje e ka ditur. Kjo është